Përshëndetje miq, si thon asaj fjalës popullore, ma mirë të dish apo të kesh. Kjo ishte dreka ime për sot, patate në tigan me djathë skamorca të tymosur. Bukën e kisha pjekur vetë dhe mi gjithmonë të kënaqa. Patatet i kisha zjerë dje, unë baj gjithmonë patatet gatshme në frigorifer dhe kështu sa jo i vaktin. Kisha përgatitur sallat me patate, i kisha zjerë, kisha dhu pajulliri, majdanos, hudhër, pak piper dhe kishin të përuar. Sot direkt ku erdha nga puna një tigan aderente me pak vaj ulliri, gjysmën e patateve, gjysmën të përgatitë salat në oktapod, 4 toptha me djathë skamorca të tymosur, vendosa 2 feta bukë që kam pjekur vetë, i theka bashkë me patatet e me djathin, vendosa me flak të ullë derisa shkriu djathi, siç e shikoni këtu në video, më falni, dhe me gjithmonë që u kënaqa me një qep të njom e kam ngrënë direkt në tigan. E kisha vetë për vetin time dhe u kënaqa. Shpresoj që të hy në punë kjo video se mi gjithmonë edhe të shijon, por edhe sa jon vaktin. Ju përshëndes. Ciao, ciao.